Atëherë mirëdita nderuar koleg, fillojmë mbledhjen e grupit parlamentar. Disa prej kolegëve vijojnë punën në përkomisionet që kanë patur agjendë sot dhe do na bashkohen sapo të përfundojmë mbledhjet e komisioneve, po ne kemi quorum që kështu mund të vazhdojmë. Përpara se të kalojmë në diskutimin e çështjeve që kemi në rendite, i jap fjalën për një mesazh publik kryetarit të partisë, profesor doktor Sali Berisha. Mirëdita dhe përshëndetje. Të nderuar zonja dhe zotëri deputet, zotëri kryetar të grupeve parlamentare të opozicës, mbledhemi sot pasi narkoshteti shqiptar vrau gjykatësin në zyrën e tij. Kur them narkoshteti, natyrisht e kam të qartë që Doresi nuk ishte punojësi i shtetit, por Doresi s'mund ta kryente kurrë aktin në qoftë se shteti do ishte shtet dhe jo narkoshtet. Kur? Salla e gjyqit është e presupozuar të jetë vendi më i sigurt i shtetit. Për vetë kompleksitetin e proceseve, dhe në sallën e gjyqit u shkreh një batare kundër një gjykatësi, sikur t'ishte në mes të rrugës, sikur t'ishte në një shesh, në një kafene, po jo në një institucion shtetëror. Unë duhet të informoj shqiptarët se me një vendim të datës 8/7/2020, Edi Rama ka anulluar vendimin e mëparshëm të qeverisë të datës 28/4/2010, i cili ngarkonte policinë e shtetit përgjegjëse për mbrojtjen dhe sigurinë e gjykatave. Pra, pas ndryshime, më parë mund të ketë qenë garda ose por u ngarkuar në 2010 me një vendim qeverie. Vendimi është i datës 28/4/2010, siguria e gjykatave dhe prokurorive nga policia e shtetit. Edi Rama e kalon këtë siguri nga policia e shtetit tek policia e xhepit. Merr vendim me datën 8/7/2020, vendimi numër 538, ku ja u heq sigurinë, ndaj dhe Koçiu lante duart. Policia s'ka përgjegjësi, thoshte. Pra, ky akt dhe ja u dha patronazhistëve, patronazhistëve dhe policisë xhepit. Mbrojtje. Përveç kësaj, sulmet e tij ndaj gjykatësve të veçantë që bëjnë ligjin, që guxojnë të japin vendime në përputhje me ligjin,
janë një inkurajimi madh për krimin, për të gjithë që t'i sulmojnë gjykatës dhe prokuror dhe me radhë. Ju jeni dëshmitar se çdo vendim që gjykatësit kanë dhënë në përputhje me ligjin dhe vendimet e tij për ndërtimet me leje apo pa leje, vendimet e tij, ky zotëri turfullon në mënyrën më vulgare, me një fjalor ordiner kundër gjykatësve dhe më ashtu, dhe vet pasi shan dhe me gjuhë ordineri, ndryshon vendimin. Do më thanë, vendimin e bëri që katët shtesë t'ja u falë oligarkëve, t'ja u shes oligarkëve, ju kujtohet ju, kur doli deri në thes pallati Arben Malokut. Mos gabohem, po, mire kam, një administrator i Bashkisë Tiranës, kur doli pallati i asaj kompanisë që thonë është i lidhur me Fatmir Xhafrin, Fatmiri betohet që se ka të vetin, po, syri i Tiranës, kur doli koka e Diramës edhe me radhë, po, dolen këto, tani e ndryshon vendimin tani. Ata i sulmon. A ka gjë më absurde? Ata që kanë zbatuar vendimin i sulmon, por tani vetë ndryshon vendimin këtu. Ky është në një degradim total të karakterit njerëzor. Tani do të më falin shqiptarët. Nuk bëj mirë që shkoj aty ku s'duhet. Por nuk mund të mos i kujtoj. Edhe në Gen ky ka problem. Ka që them, dhe Vlora e tërë e di që ky ka problem shumë serios. Vlora e tërë dhe i bëj thirrje memorjes. Vlorës dhe Bregut të zbërthejnë problemin e tij. Ka probleme serioze. Ndaj dhe ne denojmë. Ka patur reagime, si që keni pa, reagime mendoj ju emotive dhe në bindjen time më të thellë të pa drejta se me asgjë vrasja nuk justifikohet. Me asgjë vetgjyqësia nuk justifikohet. Por, doni ta dini, ky është rasti flagrant, por u them ju në vetgjyqësi për shkak këtij sistemi janë qindra të vrarë në Shqipëri, gjatë 4-5 viteve të fundit. Janë qindra të plagosur. Po, statistika e investiguesve kjo. S'ka gjyqje. Shqiptarët, e kemi thonë, 100 herë, 200 herë, janë të vetmit në Europë që nuk kanë humur të drejtë në procesit ligjor të drejtë. Procesi ligjor i drejtë në nënkupton procesin në kohën e duhur. Sepse po doli jashtë kohën, nuk ka më vlerë. Shqiptarët nuk e kanë këta. E kanë patur afatin 2 në 4 vite maksimumi të procesit ligjor, tani e kanë 15 vite dhe si pas stokut 230.000 dosje përfshinë të gjitha shkallët e gjyqësorit, si pas këtij stoku, specialistët thonë duhen 20 vite. Ju
nuk mund ta imagjinoni se çfarë pengu është sot ai që quhet sistem drejtësie. Ju keni ndigjuar dhe keni lexuar se 80% e prokurorive dhe gjykatave nuk kanë kryetar. Shikoni ti korporatat e turpit. KLG-ja dhe KLP-ja, qeverit kushtetuese të tyre, nuk emërojnë kryetarët. Pa e dini pse. Motivet janë ultra korruptive. Ose se ata që plotësojnë kriteret, sepse kushtetuta ka përcaktuar kritere për të qenë kryetar, 8 vite apo 10 vite punë nuk i kam parasysh, po ka kritere, nuk plotësojnë kriteret, ose ata i plotësojnë kriteret, po duhet të paguajnë qimet e kokës për të marrë atë vend. Dhe sfundi, ato ruhen të gjitha për patronazhistët, të cilët nuk kanë bërë 8 vite në sistemin e drejtësisë. Shikoni se çfarë kapje të tmerrshme i kanë bërë drejtësisë, se çfarë pamëshirësie. Këta mafioz, këto tentakula mafioze. Pra, këta që kanë, sepse kanë vu rregull që magjistratët duhet të kenë bërë disa vite në administratë. Në administratë, patronazhist, duhet të jenë patronazhist. Ligji thot pra, magjistratët, para se të hynë në shkollë magjistraturë, duhet të jenë patronazhist. Dhe tani këta patronazhist kanë mbaruar disa prej tyre, po problemi është se nuk plotësojnë kushtin kushtetues. Dhe, po të lexosh pollet, po dhe thonë drejtësia e re me pëlqyra, historia me turpshme manipulimit të opinioneve. Më kujtohet sot, janë pollet dhe i kam këtu. Në vitin 2013-2012 sigurisht ishte korrupsion, por të themi të vërtetën, korrupsioni i drejtësisë ishte mbrapa korrupsionit të shtetësisë dhe të politikës, dhe të policisë. Dhe ishin agjenci ndërkombëtare që e bënin këtë. Kishte, s'them që s'kishte. Por nuk ishte i pari. Dhe makineria propagandistike e George Sorosit dhe Edi Rams e nxirrte korrupsionin në drejtësi në shifra që nuk ekzistonte kurrë, vetëm që të justifikonte shpërbërjen e sistemit të drejtësisë. Dhe tani, jemi të shqetësuar për stokun e dosjeve, thot. Që shqetësuar për stokun e dosjeve? Nuk e shqetësuar që kanë humbur shqiptarët të drejtën e procesit ligjor mërzotëri. Dhe e bën reformën, e udhëhoqën dy figurat më të korruptuara të huaja që kanë shkel në Shqipëri, Donald Lu dhe Vllautin. Që shkoi morin qafë dhe drejtorin e Olafit për korrupsionin e saj. Kjo është e vërteta. Tani kërkojnë të bëjnë ndryshime ato që duhen vetë. Asnjë ndryshim. Asnjë ndryshim. Krijohet korporatat e krimit, krijohet korporata siç paralajmëroi Komisioni i Venecias. Siç paralajmëroi në mënyrë profetike Komisioni i Venecias. Si mund të titilash ato gjykatat dhe prokurorit pa kryetarti? Tuat janë personale, atë janë shtetit. Nuk janë të KLG-s, as të KLP-s. Ata janë institucione themelore të një pushtetit, të një shtetit saktuar. Po korporata i konsideron si
pronësit vetën dhe zbaton urdhrat. Dhe përpiqen t'i fshehin. Në këtë sallë kam pritur një grup 18 parlamentar të një landi gjerman. Dhe kur unë i shpjegoja, sot e kam të freskë memorje, kryetari këtyre parlamentarëve, kur unë i them që Altin Troplini me kushtetut kontrollon gjykatësin që i dorëzon dosjen, e të mërshme, thoshte. Absolutisht. Dhe kështu është e vërteta. Dhe këtu duhen të bëjnë, ta fshehin këtë realitet. Ta fshehin me çdo kusht. Një realitet që u kriju dhe që duhet ndryshojë me shpejtësinë më të madhe. Ai ndryshohet vetëm nga Komisioni i Venecias. Në bashkëpunim me një reformë të vërtetë, absolutisht kur asnjë nen, asnjë fjalë, asnjë gerë me Fatmir Xhafen. Se Fatmirën për atë vunë e vunë. E vunë si kamikaze. Hyti, Fatmiri, të bëj Fatmiri me Arben Rakipin, reformën e drejtësisë. Ta dini që Arben Rakipi është një nga figurat më mafioze, jo të drejtësisë, po të Shqipërisë. Ja u them unë ju. Është drejtori më mafioz i cili mban studio avokatie. Dhe shkon e pret gjobat e nxënësit e tij mbasi mbarojnë në magjistraturën. Dhe që është i përjashtuar nga vetingu. Ky protektori i Altin Troplinit dhe autori i kodit, ish bashkëpunëtor i policisë sekrete të Enver Hoxhës, që s'duhet jetë fare në sistem. Ky është tani truri me Xhafen i reformimeve. Pretendojnë për 2 komisione. Asnjë komision pa Kongresin e Autoriteteve Rajonale dhe Lokale për reformën territoriale dhe pa Komisionin e Venecias, pa Odirin, Odirin dhe ata se ata kanë nuk marrin pjesë. Të vinë institucionet ndërkombëtare, se këta i kanë bërë, nuk kemi bërë ne, dhe është shumë e gabuar që rrinë dhe marrin 2008 një mashtrim, besojnë e bazojnë në një mashtrim qëndrimin e tyre, me të marrim Odirin, të marrim specialist nga Venecia, se dhe ata kanë specialist të klasit parë edhe në të drejtën elektorale, dhe ne jemi të hapur të zbatojmë rekomandimet dhe tjera. Por, me Fatmir Xhafen, me gjiknurin që është duhet ishte në burg prej kosh. Njeriu që i vjedhin në sti 7 milion euro. Shko shifni gjirin e manastirit, si e ka bërë me Edi Ramën, e tjerë. Këta nuk kanë interes reformash, këta kanë interes vetëm se si të shkatrojnë çdo gjë që është në mënyrë të qëndrojnë në pushtet. Po, të dashur deputetë dhe deputet, është një kohë që s'ka ekzistuar ndonjëherë. Absurditeti në projekt ligjit e tyre
ka kufi vetëm qiellin. Besoj se e mësuat, u njohet, që në ligjin e mjedisit futet në një 77 me 60 pika të kodit penal, në të cilat çfarë ti thuash, s'do të prish gojën, përcakton gjobën për çdo mbetje të hedhur nga çdo qytetar në çdo terren publik, privat qoftë, 30 gjerë në 40.000 euro. Po, është e shkruar, shifeni. A mundet në vendin, themi të vërtetën, do thonë, nga më ekologjik në botë, por edhe më të ligjit, si që është Gjermania, të gjobisin 200 euro. Gjobitësh 200 euro, po të kapi, po të hek të gjobë. 30 ose 20.000 euro. Dëgjojeni këtë apo jo? Se çfarë produkti mizerabël i botës vjetër është ky njeriu, më thonë. Që mendon të gjobis fshatarin, pse hedh një mbeturin në kopsht apo në borë, 30-40.000 euro. Po mundet njeriu kështu. Prisni, mos e mirë jashtu, se po si pagove ke burgun. Ke burgun. I ka për t'i arrestu, për t'i fut në burg. Çdo ligj duhet të shifet me lupë nga ne. E keni marrë vesh. Tarifat 5-6 fishohen. Tarifat, taksat për qytetarët, për plerat, 5-6 fishohen. Ku jeti këtu? Ushqimet kanë peshë në rrogën e shqiptarëve 3 herë më të madhe se në rrogën e europianëve. Ushqimet që blejnë qytetarët tanë rëndojnë në buxhetin familjar të muajit 3 herë më shumë se sa në vendet tjera të Europës. Ky tani gjën atje kun dhe merr shifra. Nuk është e vërtet se duhen të thonë që ka probleme të rënda psiqike, ka probleme të rënda karakteri. Nuk janë të karakterit ti të tillë. Po si mund të vërë njeriu? Si mund të vërë njeriu? Gjobën 30.000 euro. Si mund ta bëj këtë? Si mund 6 fishosh, 5 fishosh tarifën për plerat? A ju kujtohet kur vraponte nga një studion tjetër për zbulimin e madh që bëri me incineratorët, pasi vodhi pastaj 100 milion, tani kthehet aty ku e kishim. Projekt të bërë me 4 milion euro nga Bashkimi Evropian. Tek landfillet. Tek seleksionimi. Pra, çdo ligj. Etiketa europiane është etiketa e mashtrimit. Këto janë standardet Koreas Veriut. As Korea Veriut nuk ka të tilla. Këto standarde s'kan asnjë lidhje me integrimin me standardet europiane, me standardet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, as me direktivën e Komisionit Evropian. Prandaj do t'i hedhini në kosht të plehrave. Gjermani denon me 200 euro, po hodhe diçka aty ku s'duhet. Ky me 30.000 euro. Shteti i natit, i pa imagjinueshëm, del në Sulbic, asnjë se di se kush
një nga bjeshtë më të bukura të Alpeve. Dhe prish atje një shtëpi. Shtatë pas ka prish. Që të gjitha inate të patronazhistëve ndaj tyre. Turpe. Ku? Në Alpe, ky ka shpenzuar gjithsejt në 12 vite. Ka përfunduar segmentin e rrugës Tamar-Vermosh. Ka përfunduar segmentin e rrugës Qafë-Thore-Theth dhe 10 kilometra në Valbon, 10 kilometra në Bushtric. Kaq ka. Asnjë qindar. Kishte projekte. Për Alpet kishte projekte. Cilat ishin? Master plan me Kosovën dhe Malnezi. Se ato janë një kompleks, janë një tërësi. Një tërësi, këtu është Shqipëria, këtu është Malnezi, këtu Kosova. Dhe një master plan, ato e një mrekulli natyrore. Nuk ka më të bukura në Europë. Janë bjeshkt e bekuara që janë quajtur Himalajat e Europës. Dhe jo Alpet e Zvicrës. Nuk janë të larta ato sa Alpet e Zvicrës, apo Alpet e Italisë, apo Francës, jo. Po kanë sa specifika, të cilat i kanë quajtur Himalajat e Europës. Një qindar dhe del tani, ja u prish shtëpit, sepse patronazhistët kanë urrëtie ndaj tyre. Krim, ky është shteti. Shteti dufeve, i hakmarrjeve, i inatit. Ata banorë kanë ndërtuar një rrugë 7-10 kilometra, ashtu që kanë ndërtuar, po e kanë ndërtuar. Asnjë qindar nga shteti. Unazën e Alpeve. Asnjë qindar. Asnjë lloj, zero investim. Tani ky u shkon u thotë, asnjë plan, asnjë projekt, asnjë gjë urbane. Ky shkon me urrëtie të këtij apo të atij dhe prishja këtij, prishja atij. Ky është krim ajo. Unë nuk them që s'duhet të kenë plan. Kanë patur ato, historikisht ato e ndërtuar mbi një plan të caktuar. Historikisht. Kjo është e vërtetë e atyre. Ato kanë qenë tërësi pronë komunare, përveç se në 2-3 prej tyre private, por ndërtimet kanë qenë të përqendruara. Po këta s'ka bërë, ky 10-12 vjet armiqësi ndaj veriut. Armiqësi absolute. Ne lam 2 projekte për 2 komuna, drejtim të Alpeve dhe pastaj për zonën Kuks-Peshkopi. Ky i hoqi me njëherë. Ky i anulloi. Pra, ky është vendi ku shpërthejnë inatët, shpërthen hakmarrja, qoftë nga shteti, qoftë nga qytetarë, me radhë me fjalë, e ka shkatruar në kuptimin e vërtet fjalës. Po këto që po bën ky tani dhe që janë zhvilluar që të gjitha para syve të tij, keni pa ndonjë përgjegjësi ju kund? Këto hapësira, këto të gjitha janë vepër e tyre. Por vepër e narkoshtetit, sepse ligji nuk ekziston xhepi. Ekziston xhepi. Ndaj dhe ne qëndrojmë të vendosur që në parlament të bëjmë çdo përpjekje për të paraqitur alternativen tonë dhe për të denoncuar këto akte antikushtetuese, antiligjore të këtij pushteti. Dhe duhet t'i them dhe atij Peleshit, mos e shty më mocionin ndaj teje, se do ta kesh një lloj siç pati Erioni protestën, ti do kesh mocionin. Zgjidhe mirë. Opozita nuk tërhiqet në drejtat e veta kushtetuese.
Ja, absolutisht. Të harroj kush. Edhe Erioni u përpoq me gjitha mënyrat ta shkurajon të protestën. Jo, kot. Tani i them Peleshit, o respekto të drejtat kushtetuese të opozicës, ose do t'jesh Erioni bis. Po më keq biles. Sa ai nuk rrinte, ai ambathte, nuk rrinte në bashki kur rrethohej. Kurse ti s'ke ku shkon, ti do jesh aty. Do të kërkojmë llogari gjermëni. Pra bëj emocionin, nxirr mësime, se ti votat i ke, ne emocionin e kemi për të mbrojt ligjin dhe kushtetutën, s'kemi votat për të larguar, sigurisht, por nxirr mësime, për ndryshe ti do kesh çdo javë një mocion, gjersa të zbatosh rregulloren e parlamentit dhe kushtetutën. Gjersa të zbatosh vendimet e gjykatës kushtetuese. Gjersa të dorëzosh Olta Xhashkën në gjykatë kushtetuese. Ajo është krim në vazhdim. Olta Xhashka është krim në vazhdim në parlament. Por këta s'kan kushtetut. Edhe mocioni ndaj ati vasalit të Rams, edhe ai impeachment. Edhe ai duhet ta bëjmë, ajo është një figurë kukull, ajo bëhet vetëm për postin e presidentit, se ajo është një kukull, se për një kukull s'ja vetë marrish asnjë lloj veprimi, por ne marrim respekt të institucionit të presidentit, që duhet të jetë institucion, që të mbrojë kushtetutën, që të kryej funksionet. Se në një ditë futet në tovolinë, thot, më tha stafi, ditën tjetër thot, në emër të shtetit. Shtetit i mor. Ti je një vasal që turpron çdo njeri jam to apo jo. Çdo qytetar të këtij vendi. Se më tha stafi, thot, prandaj e firmosa dekretin. Ndaj dhe edhe ai do jetë pa diskutim në rendin e ditës, sikundër interpelanca me kryeun e narkoshtetit dhe me qeveritarët. Së fundi, dy gjëra. Ne shkojmë në zgjedhje lokale dhe kam kënaqësinë t'u informoj se në gjitha zonat ku ato zhvillohen, janë përzgjedh ose kanë kandiduar kandidatura të pavarura, çka do të thotë që e kanë mirëpritur shumë këtë model të përzgjedhur kësaj here nga Partia Demokratike dhe alatët e saj. Kandidatura me reputacion të shkëlqyer, qoftë në Vlorë, qoftë që janë finalizim, në Berat, në Cerrik, në Mat, Tepelen, pra ne u ofruam qytetarëve një model, nuk është se kemi përdorur, ne kemi përdorur këtë edhe në vitet 2001 me radhë, nuk po mbalem këtu. Por e rëndësishme është që janë paraqitur kandidatura pakrahasimisht eprore me ato që dërgon Partia e Krimit. Imagjinoni ju, Florian Binon me keqbërësën Manastir Liu, që edhe vetë është bërë verem kur mori vesh se emrohet nga Edi Rama, sepse e din që qytetarët nuk mund t'ja falin. Vjedhjet e saj, korrupsionin e saj, e tjerë. Në Vlorë ka marrë një deputete, ka dërguar një deputete, që më shumë duket përfaqësuese vetes saj se saj qytetarëve të Vlorës, se ku e gjeti, nga e gjeti,
Me shpitali ka qenë edhe ajo të psikiatria. Ku? Psikiatria Vlorës. Famoze për korrupsionin. Ajo është, lëra mos e pyet, pa ajo është e denoncuar nga, ajo është, imagjinoni ju, edhe ushqimin e smurve ka vjedh, me tendera. Ajo ka akte, se di akte, ka akte shumë të rënda në qëndrimin ndaj të smurve. Ajo është denoncuar, po hyun këtu tash t'ja gjë, ajo është denoncuar në arkiv, ajo është denoncuar shumë herë për qëndrimet shnjërzore në spitalin psikiatrik. Ka qenë eksponent kryesor i korrupsionit, po prandaj ka zgjedhur. Pra, edhe në këtë kontekst, kudo opozita ka një epërsi. Është dhe kushire para Aldo Bares. Sa për djeni. Sigurisht, pa ty do i gjej, ku ti gjej? Ku ti marrë? Pra janë këto rrethana, ne do i mbështesim me gjithë forcën tonë, demokratët do të bëjnë gjithçka për suksesin e këtyre intelektualve, këtyre personaliteteve, diku është mjek, arkitekt, artist, biznismen, pra janë të prurjeve të ndryshme, historian, e tjerë, dhe të bëjmë çdo gjë për mbështetjen maksimale të tyre dhe suksesin e tyre në këtë fushat. Së fundi, unë do jemi hapur me të gjithë ju, mirë që janë dhe mediat këtu. Se njerë dikush tha ta bëjmë pa media, jo unë do thash me media. Tani, çfarë ka ndodhë dhe çfarë po ndodhë? Ky urdhon mediat që të përqendrojnë çdo gjë tek opozita. Në mënyrë që gjithë diskursi në shoqërinë shqiptare të bëhet për opozitën, se ka dalë një puçër këtu, se ka dalë një problem aty, se ka dalë kjo, ka dalë ajo, dhe jo për problemet madhore të qytetarëve shqiptarë, në mënyrë që ato t'i fshi. Unë kam shumë respekt për mediat, dhe i garantoj që ne do mbetemi të hapur gjithmonë, por kurrë në funksion të kësaj strategjie. Jo, të dashur moderator të emisioneve televizive, doni ju përfaqësues tanë, doni t'i zgjidhni vetë plotësisht dakord, me të vetmin kusht, që ata do jenë aty, kur ju të sillni përballë tyre kundërshtarët. Po ata të jenë aty duke u sjell Lorenz aty, kjo nuk ndodh. Nuk ndodh. Duke sjell ballat, kjo nuk ndodh. Pse? Sepse kjo është një platformë censure. E pati u që nëzorën këto siamezet e Amas, nëzorën se Sali Berisha në gusht pas ka marrë 90%. 90% të mediave. Përse në gusht, Edi Rama shtronte dreka dhe darka, udhëtonte me charter personal. Po ku i nëzorën? Nuk nëzorën lajmet. Se përsëri në lajme, 90% është Edi Rama dhe qeveria. Shiko çfarë mashtrimi. Pra, jo vetëm bëjnë krimin, që bëjnë censurën, po dhe mashtrojnë. Dhe kur pashun atë
motrat siameze të Amas, që ishin bërë atë studim, turpshëm, mashtrim me statistika. Mashtrim me statistika. Ndaj dhe të dashur miq, ne jemi të hapur plotësisht për debate në studio televizive me të vetmin arsye të sillni kundërshtarin. Nuk kemi kohë ne të merrim me avokatër të qeverisë, të cilët kanë me borxh të mashtrojnë, të trillojnë në mënyrë të papërgjegjshme çdo gjë në studio, sepse keni një defekt shumë të madh. Dhe unë ja u kam thënë dhe ja u them studiove. Nuk bëjnë fact checking. Jo. Nuk bëjnë fact checking. Shkon ti aty, del ai para teje, deklaron 10 gjëra të pavërteta dhe hajde gjeni ti në gjusi kush është. Një televizor serioz, fill mrapa bën një fact checking. Edhe thot 1, 2, 3, 4 janë gënjeshtra. Mirë po su bë kjo, ku ta di ai që ndigjon? Se di ai. Ky tha kështu, ky tha cila është e vërteta. Ky është efekti më i tmerrshëm i censurës. Thot Hannah Arendt. Ky është pikërisht atër kur e çon njeriu tek pikpyetja e madhe se kujt i besoj, çfarë të besoj. Ky është suksesi më i madh që arrin ata që ushtrojnë censurën. E bëjnë njeriu të pyes, po cila është e vërteta këtu? Çfarë është e vërtetë? Kush është? Ndaj dhe po ju ftojnë për intervistë vetëm tek si të doni. Këtë e keni, ju këshilloj si të dëshoni. Ama që shërbejmë ne platformës së censurës, platformës së mashtrimit që del nga zyrat e Henry Fuchs, që ja ka mbathur, që kur kapse në restorantin e tij kalonin parate e takspaguesve shqiptar, ajo nuk ndodh. Nuk mund të ndodhi më. Unë ju sugjeroj miqësisht. Faleminderit. Faleminderit mediave.